Qeveria shqiptare ka vendosur të mbyllë funksionimin e bordit të transparencës për karburantet, organit që monitoronte dhe përcaktonte çmimet e shitjes së hidrokarbureve në tregun vendas. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj bëri të ditur se vendimi është marrë pas stabilizimit të çmimeve në bursa ndërkombëtare dhe uljes së pasigurive që lidhen me zhvillimet gjeopolitike në lindjen e mesme. Ne sot vendosëm që do të ndërpresim bordin e transparencës, i cili prej disa muajsh tashmë është në funksion në zbatim të ligjit dhe për hidrokarburet. Kanë qenë disa muaj të cilat kanë pasur luhatje të rëndësishme të çmimeve të karburanteve dhe në fakt prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik është arritur një marrëveshje dhe kanali Ormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve. Gjatë konferencës për media, Ibrahimaj u pyet edhe për projektin e shumë debatuar në Zvernec. Ajo deklaroi se qeveria nuk ka ende një projekt përfundimtar dhe se aktualisht po kryen studime nga ekspertë dhe arkitektë ndërkombëtar. Në momentin që do të na vijë një projekt i cili do të ketë një studim të impaktit në mjedis, do të analizohet nga strukturat e qeverisë dhe do të bëhet transparent pa diskutim. Por sigurisht që ne duam që një projekt i kësaj përmase financiare të vinë në Shqipëri, jo vetëm për paratë që ai sjell në ekonominë shqiptare, jo vetëm për ndikimin që ai sjell në ekonominë shqiptare, por edhe për imazhin, për standardet që sjell në turizëm dhe për impaktin që mund të ketë edhe në sektorin e turizmit në hotelet të tjera. Ministria komentoi edhe debatet mbi qarkullimin e parave të pista në sektorin e ndërtimit, duke theksuar se hetimet institucione dhe ligjë zbatuese vijojnë dhe se fenomenet të tilla nuk janë të kufizuara vetëm në Shqipëri, por hasen edhe në vende të tjera. Është një sektor i cili është thellësisht financuar nga sistemi bankar dhe është, siç thash, në fokus të analizave të monitorimeve të her pas hershme, pasi patjetër që është një sektor me risk në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Bordi i transparencës ndërhyri për herë të parë në 26 mars dhe gjatë aktivitetit të tij zhvilloi 37 mbledhje në të cilat përcaktohen çmime referuese të karburanteve për tregun shqiptar.